Oficeri i policisë është në shërbim të bandës. Antari i bandës hyn dhe del nga zyra qendrore e Partisë Socialiste. Të gjithë strukturat e qeverisë ishin dije në dispozicion të kreut bandës që nga shërbimet spitalore e deri tek shoqërimi i tij me policinë banesë. Ka dhëna shumë shqetësuese se policia ka kryer kontrolle në banesat e biznesmenëve të cilët janë gjobitur nga banda kriminale. Pra, Ministri i Brendshëm e di që miku i tij vë gjoba dhe ai nuk bën asgjë për të mbrojtur viktimat, por usulet viktimave për interesat e bandës. Vetëm Edi Rama hesht. Rama ka përfituar nga shërbimet e bandës gjatë fushatës zgjedhore në blerjen e në marrjen me forcë të votave. Tani, ai po i kthen bandës favoret, duke i ofruar shërbimet e tij. E lejon të vërë gjoba, e terrorizoj biznesmen e qytetar, u jep oficer policie në dispozicion për t'i dhënë siguri dhe mbrojtje. Kujdeset për bandën në çdo drejtim, që armët të mos gjenden, provat të mos gjenden, që kreu i saj të mos qëndrojë më shumë se disa minuta në zyrat e drejtorisë policisë. Kështu sundon oligarkia në pushtet me bandat nga bandat dhe